Maqedonia mund të ecë drejt Bashkimit Evropian vetëm nëse është e sigurt në identitetin e saj. Kështu tha Hristijan Mickoski në kongresin partijak për rizgjedhjen e tij në krye të partisë. Mickoski u fokusua te gjuha, identiteti, historia, duke theksuar se ato janë shtyllat themelore të shtetit dhe asnjë kompromis politik ndërkombëtar nuk duhet t'i prek. Maqedonia është shteti ndërtuar mbi vlerat europiane, lirin, traditën demokratike dhe sundimin e së drejtës, prandaj vendi i saj është lidhur natyrshëm me familjen euroatlantike. Por integrimi europian dhe euroatlantik nuk duhet të përkulet në pranimin pasiv ose varësi pa kushte. Shteti vogël mund të jetë shteti fort nëse ka vetbesim, ndjenjën e rëndësisë së vet dhe qëndrim të qartë për interesat e veta. Maqedonia duhet të ditë të thot po kur diçka është në interesin e saj, por dhe të thot jo kur shkelen parimet e saj, dinjiteti dhe identiteti. Partneriteti me NATO-n dhe BE-n mund të jetë i fuqishëm vetëm nëse është i barabartë, tha Hristijan Mickoski, kryetari VMRO DPMNE-s. Në kongresin e 18 të partisë në Kavadar, Mickoski shpalosi programin mbi baza, të cilit partia do të fokusohet deri në 2030. Ai tha se integrimi në proceset digjitale, automatizmi dhe tranzicioni energjetik paraqesin drejtim strategjik prioritar, ndërsa vendi duhet të fokusohet në drejtim të uljes së varësisë nga jashtë dhe të krijojë dinamikë të re ekonomike.